Përplasja e ashpër mes femrave si hygerta nuk më befason. Unë vi nga një botë ku puna, përulësia dhe përvoja ndërtojnë njeriun. Jam njeri me edukat, me kultur, me sjellje të mirë, jo sepse dua të dukem i tillë, por sepse kështu jam rritur dhe kështu kam jetuar për më shumë se 3 dekada përballë kamerave dhe dritave të studios. Prej 30 vitesh jam mësuar me televizion, me ekran, me publikun, me përgjegjësinë që vjen kur flet dhe të dëgjon një vend i tërë. Nuk u bëra njeri i sotëm për nesër, dhe as nuk kërkova rrugë të shkurtra për të arritur aty ku jam. Jam ngjitur shkallë pas shkallë, me mund, me gabime, me fitore, me durim, ndaj kur dikush që ka vetëm 2 vjet në këtë botë televizive kujton se ka arritur majat. Më vjen të qesh e më vjen keq njëkohësisht. Majat nuk arrihen me zhurmë. Nuk arrihen duke bërtitur, duke provokuar apo duke ngritur zërin mbi të tjerët. Majat kërkojnë karakter, kërkojnë punë, kërkojnë përballje, kërkojnë kohë. Kjo është arsyeja pse, kur ajo i bërtiste Albes, unë nuk pash forcë, pash mungesë përvoje. Pash padurim. Pash dikë që ende nuk e ka kuptuar se në këtë fushë duhet t'i ngjitesh çdo shkallë me thembrat e tua, jo duke u kapur pas zhurmës. Unë nuk kam nevojë të tregoj kush jam. Historinë e flasim vetë. Ndaj i them vetëm kaq, ngjitja është e gjatë. Rruga është e vështirë. Ekrani nuk fal askën, dhe majat janë për ata që ecin mirë. Jo për ata që bërtasin më fort.